Mirëmëngjes vajza, si keni një sot, a keni një mirëmëngjes shoqëria? Çfarë të shtyu? Kush ishte ai momenti që vendose ta bësh këtë gjë? Unë e shoh TikTokun, se shoh çan nxjerrin gjëra të ndryshme. Kurse unë thash, se mos ta bëj një provë, që TikToku të kenë edhe diçka më serioze. Dhe kur bën një reklam për biznesin tan, e ban me shpirt. Ndoshta dikush tjetër, jo, dikush. Unë jam i fije dhe tip lozonjare, unë kam qejf me qesh, me kthyer, me fol. Me ka shkodran, tani ban. Shkodrane patjetër. Okej. Dikur thoshim i xha se bëjmë, po tash i bëjnë tana. Edhe më shtyvi kjo pjesë. Video e parë mori bajagi bile mundena me pate. E mban mend videon e parë, mund ta përshkruajnë çfarë thoje aty, çfarë flisje? Po, ishte mos gaboj, se kam bërë shumë video. Nuk i vaj mend se ka që shetis shumë. Shkoj edhe për punë shumë, por mori shumë shikime dhe thash, au, vetë me tanta shikime, se aty në TikTok shef vetëm gjana, adin dalin në ryshe të bad... Content ju e mirë, kryesisht, okay? Bravo. Edhe pash, mandej një ditë, sa të hyte zyra, kishte ndaj gati një prej vajzave dhe doli krejt spontane. Unë me atë dosjen, sa bile nga kush në aty kishte shkru, këto flok tuje, këto syte vegjele, kështu. Tha vetë, mu s'pëlqen as makjazhi, po s'ka problem. Thoshin, dikush mirë, dikush keq, por jo nej gjatë keqe, me fol drejten. Nuk ishte në i gjaj keqe, më pëlqej. Dhe tësh e kam basi dhe rri çdo mjes, pi kafen, i dham aty në vajzave një video. Kjo është gjitha. Çfarë përmbante video e parë? Çfarë keni thënë aty? Jo, asgjë, gjithçka për punën, gjithçka për paketa turistike. Pra ishte për punën, por për punën, po. Fraza që ka goditur është kjo, pra, mirëmëngjes shoqëria. Mirëmëngjes shoqëria. Si më keni një varza, sepse ato vajza që punojnë aty janë shumë të mira, por ata ndoshta e kanë si zor me dal. Unë nuk e kam këtë pjesë, nuk jam hiç jam e hapur për këtë pjesë.